Te Haradinaj kemi pas fundin një kërcënim me përshkatim për zotin Ramush Haradinaj pllajin tuaj. Çfarë ndjesie ke për patat situatë kaotike në kuvend? Tash veç fakti që ajo është kuvendi legislativ i përzgjedhurve të popullit nuk është ndjenjë mirë, megjithatë ka kësi, domethënë ka pas gjithmonë ka pas edhe përgjigje. Edhe për sojnë e tij do të ketë përgjigje gjithmonë. Kushdo që jo intereson, por megjithatë nuk duhet me devalvuar shumë vlerën e një institucioni sa është tempulli i popullit, tempulli i demokracisë, nuk është vendi ku lejohen këto gjëra. Po si do të qoftë, institucionet kanë thonë fjalën e vet. Po në rast se ka ai vullnetin, e kisha ftu. Çfarë kuptimi? Çfarë do kuptimi ka qef? Se për të bashkë ka përgjigje gjithmonë, dhe njerëz po mendojnë që ky është kopsht me lula, por ka një identitet dhe ka një limit. U verifikua dhe ka lumja tena pak, një disa familjarë tena dolën që kanë qenë të afërt me regjimin e Miloševićit përballë. Janë familje e mirë ata, se unë i njoh si familje, janë familje shumë e respektuar, pavarësisht që kanë pas individ me UDB, edhe një në botëmirë, që kanë qenë armisht i kombi, e kundër lirisë, kanë qenë njerëz që kanë përkrahur pushtimin, dhunën e ato institucione sado modeste që kanë qenë paralele në kohën e Ibrahim Rugos. Njëri prej tyre ka qenë një prej aktivistëve më të mëdhenj Miloševićit kundër lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Por kjo nuk e humb vlerën e asaj familje. Po na sa në shkruam edhe një peticion, një nismë nga një institut i shoqërisë civile që kishte bërë thirrje për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe në njëjtën kohë mos shpërdorimin e paras publike gjatë fushatës elektorale. Pra, po do këtë hapun, unë e kom thonë para 3 muaj që zoti Kurti një qëllim e ka me ripërsërit zgjedhjet derisa ta lodh këtë popull, edhe kë mi vazhdu avazin e njëjtë. Pisheni edhe vetë, domethënë çfarë krizë është, pisheni gjendjen, 1 miliard euro rrojmë në Serbi, krizë ndana njerëzit, domethënë janë pothuajse kanë filluar familja me familje, vëlla me vëlla konflikte. Pisheni që në pranën e tij për të dalën foto të bashkëve siguraj që u arrestu djetë, tash delën me fotografi në zyrët kryeministrit, zyrët presidentes, ka marrë mandat nga presidenca. Nuk më çudit fakti që çdo sulm që bëhet kundër vlerave kombëtare gjendet në strehën e zotit Kurti. Pra nuk do të thotë që krejt vetëvendosja janë të basha, po një fakt është që krejt të bashat janë në vete. Krejt për fund opozita pak më radikale kohëve të fundit, ai qëndron prapa ende asaj deklaratës mashme që gjithë veç rruga e largon Albin Kurti. Nuk bën asnjë kompromis me bu, domethënë kjo është një frikacak, edhe ky nuk e njeh ai gjuhë tjetër. Nëse opozita ka menduar që 6 vjet në Facebook që largon zotin Kurti nga qeveria, atëherë ka pas shumë gabim. Domethënë është vetëm një mënyrë vetëm demokratike, ligjore, protesta, bllokada dhe ky njeri më marr përgjigjen e merituar. Ky njeri është anti-shqiptar, ky është anti-shqiptarëve në Maqedoni, është kundër Shqipërisë. Ky njeri nuk e ka orientimin as për safërmi, për çka breza kanë dhënë për marrë dejtë liria, dejtë pavarësia, dejtë aleat, që ky sot na i ka humbur pothuajse gjithë. Faleminderit. Nasip. Respekt.